Zoti i Tevratit s'është i largët as i mbyllur në qiell. Vetë teksti e përshkruan duke hyrë në krijimin e tij. Ta lexojmë bashk. Zanafilla 1:2. Fryma e Perëndis fluturonte mbi ujërat. Dhe Zanafilla 3:8. Pastaj dëgjuan zërin e Zotit duke shëtitur në kopsht, në flladin e ditës. Dhe Zanafilla 12:7. Atëherë Zoti ju shfaq Abramit. A lexuat mirë? U shfaq. Tani Zanafilla 15:1. Fjala e Zotit ju drejtua Abramit në një vegim. Kjo fjalë pra vjen, drejtohet dhe flet. Dhe shiko sa interesant është Zanafilla 17:1. Zoti ju shfaq dhe i tha, unë jam Perëndia i gjithë pushtetshëm. Dhe të vargut 22, Perëndia mbaroi se folri Abrahamit dhe u largua prej tij. U largua, do më thonë Zoti i largohet pasi mbaron biseda. Ja kujtoj shumë shpejt se kjo nuk është prej dhjatës së re. Kjo është Zanafilla, libri i parë të Tevratit. Dhe e shohim që Perëndia është një Zot që është shpirt, por gjithashtu është një Zot që shfaqet, fol edhe ec. Po nëse kjo ju ka duk interesant, veç pritni derisa të shihni se çka ndodh në Zanafilla 18 dhe 19.